Presidenti Donald Trump tha se do të vendos tarifa për importet e dronëve dhe komponentëve të tyre, përfshirë ato nga disa aleat kryesor të Shteteve të Bashkuara, me administratën Trump që tha se vendi ishte shumë i varur nga burimet e huaja të dronëve. Shtëpia e Bardhë tha se një shpallje nënshkruar nga Trump vendos një tarifë 100% ad valorem për dronët e një madhësie të caktuar ose me aftësi të caktuara, që janë veçanërisht të ndjeshme për qëllime të sigurisë kombëtare, duke shtuar se një tarifë për 25% do të vendoset për dronët që janë më të vegjël në madhësi. Shtëpia e Bardhë shtoi se do të vendoset një tarifë prej 15% për dronët dhe komponentët e tyre nga Bashkimi Evropian, Japonia, Liechtensteini, Korea e Jugut, Zvicra dhe Tajvani, dhe një tarifë prej 10% ad valorem për ato nga Mbretëria e Bashkuar. Trump i ka bërë tarifat një shtyllë qendrore të politikave të tij të jashtme dhe tregtare, pavarësisht pengesave ligjore dhe kritikave nga disa analistë. Në tekstin e shpalljes së publikuar nga Shtëpia e Bardhë, Trump tha se sekretari i tregtisë Howard Lutnick kishte hetuar efektet e importit të sistemeve të avionëve pa pilot ose dronëve. Sekretari zbuloi se depërtimi i importit nga prodhuesit e huaj të dronëve është i konsiderueshëm dhe Shtetet e Bashkuara janë shumë të varura nga burimet e huaja dhe komponentët e tyre. Lutnick zbuloi se dronët dhe komponentët e tyre nga disa entitete të huaja paraqesin rreziqe sigurie dhe se industria vendase amerikane nuk prodhon mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e sigurisë, tha Trump. Tarifa do të hyjë në fuqi brenda 21 ditësh sipas Shtëpisë së Bardhë. Për komponentët e dronëve që nuk janë veçanërisht të ndjeshëm, tarifa do të hyjë në fuqi 180 ditë pas nënshkrimit.